Fermieri Zet Ferizi nga Lubishta Vetis kujdeset çdo ditë për 60 krerë lop. Por 12 nga to së fundmi janë semur me burkuloza, sëmundje kjo bakteriale ngjitse që prej kryesisht lopët, delet dhit por mund të kalojë edhe njerëzit. Nga kjo sëmundje Ferizi deri tash I kanë ngordhur 3 lopë. Ka pas disa aborte të lopëve dhe I kemi thirrë razisionin të avukut, kanë ardhur, I kanë morën analizat I kanë bën, edhe na ka kthye pozitiv për 12 krerë se janë smunta, edhe na kanë thonë mos I lëshoni, marrin shtall. Ferizi nuk e ka frikën që po infektohen lopët e tjera, por që sëmundja mund të bartet edhe tek njerëzit. Andaj ai kërkon nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë se sa më shpejt të azhësoj lopët e infektuara. Që 2 javëve që ka ndodhur, kemi bërë kërkesë se sa thonë nuk ka të nder, I ka kalu aty mandati asaj kompanie kush është atë kosh, nuk e di, nuk I intereson. Neve na kanë mbet mrena, ne I ushqejnë ata shti, kem kullosur këto smuna mi lëshu, sa ata na kanë mos I lëshoni se vimi azhëshojmë. Ai thotë se do të detyrohet që nga nesër të lëshoj lopët në kullos, pavarësisht kërkesës së bashkëfëtarëve që t'i mbajnë në shtall. Tash edhe katunit po vinë gjithë një të na thonë gjithë një mos I lëshoni se ata po kanë panik, këtë katuni kanë se është edhe një fqinj joni këtu edhe ai ka lopë të smuta, që edhe ai ka 2-13. Edhe unë nuk kena mundësi me më mrena, s'kena ushqime. Edhe kryetari I fshatit Vebi Gjymshiti është I shqetësuar për këtë situatë. Tash një pjesë e madhe e fshatit jetojnë me bakti. Jem në frikë madhe, jo vetëm se po na shkojnë kafsh, po edhe fëmijët po na I morën smoj se këtë na një rrugë kem, nuk kem që të rrugë. Si me shkosim shqitore që më këthy. Atëve ka provuar që të marrë një përgjigje nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe Ministria e Bujqësisë lidhur me atë se kur pritet të ndërmarrin masa lidhur me këtë situatë, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje gjatë ditës.